Presidenti rus Vladimir Putin veshi të martën uniformën ushtarake gjatë lojrave të luftës Zapad 2025, ose ndryshe Perëndimi 2025. Paraqitja e tij me veshje ushtarake erdhi mëngjesin para se Donald Trump të zbriste në Mbretërinë e Bashkuar. Putin u pa për herë të fundit me uniformë ushtarake në mars të këtij viti, kur kritikët pretenduan se kishte qenë në fakt një sovjeti, duke u shfaqur në poligonin e stërvitjes Mulino në rajonin Nizhny Novgorod. Shefi i Kremlinit ishte të paktën 800 kilometra larg vijës më të afërt të frontit. Putin, komandanti suprem i Rusisë, e ka shmangur me vendosmëri vijën e frontit, ndryshe nga udhëheqësi i Ukrainas Volodymyr Zelenski. Ky i fundit vesh rregullisht uniformën ushtarake dhe shfaqet së bashku me ushtarët e tij. Putin zgjodhi të vishte uniformën përpara mbërritjes së Trump në kështjellën Windsor të martën në mbrëmje. Lojrat e luftës Zapad 2025 janë një shfaqje e forcës ruse ndaj Perëndimit. Të martën Putin falenderoi vëzhguesit dhe pjesëmarrësit e huaj. "Do doja t'ju falenderoja për pjesëmarrjen tuaj", tha ai. Lojrat e luftës përfshinin plane për të lëshuar raketa bërthamore drejt vendeve të NATO-s. Shpresoj se ishte e dobishme nga një këndvështrim profesional dhe nga pikpamja e rivendosjes së një niveli të lartë besimi mes vendeve tona, tha Putin. Ai vazhdoi të mburret se praktika për të sulmuar NATO-n po zhvilloi në 41 terrene stërvitore. 100.000 ushtar po marrin pjesë me rreth 10.000 sisteme armësh dhe pajisjesh, tha ai. Putin shtoi se 333 avion taktik si dhe strategjik, edhe mjete transporti ushtarake po merrnin pjesë në stërvitje, po ashtu më shumë se 247 luftanie, ndërtese dhe anije mbështetëse janë angazhuar. Ndërkohë sipas shefit të Kremlinit, 25 delegacione të huaja kanë bërritur për të marrë pjesë në eventet e planifikuara.